Pika e dytë është konstituimi I komisionit, që është faktikisht është një çështje procedurale sa me formalitet, sepse neve që jemi konstituuar me qenë se në kuvend është vendosur për këtë, por me qenë se duhet formalisht, atëherë kërkoj admiratimin e juaj për pikën e dytë të rendit ditës për konstituimin e komisionit. Kush është për? Faleminderit. A ka vot kundër? Nuk ka. Abstenime nuk ka. Atëherë konstatojmë që edhe pika e tretë e rendit të ditës është miratuar. Se përket çështjes së fushëve premtarisë, po ashtu është përcaktuar edhe me rregullorën e ligj, mirë, po unë kam një propozim që të kemi një takim edhe me zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë me qëllim që të harmonizojmë qoftë politikat apo planin e tyre të punës me rrjedhën dinamike që do ta kemi të angazhimit këtu në komision, sepse është shumë e rëndësishme. Edhe e dyta kam po ashtu edhe një propozim që në kuadër të punëve që I kemi, ne duhet me pas parasysh edhe me qenë se jemi në fillim hartimin edhe të planit punës komision. Pra, kështu që për këtë qëllim propozoj edhe një takim pune, një ditor, 2 ditor, ose qoftë këtu në kuvend apo diku tjetër. Tulemi të diskutojmë që bashkarisht ta bëjmë atë plan punës, të përcaktojmë hapat se si do të ecim, kuptohet, nuk do të vija trashë se jo gjitha detajet ne mujmë I përfshi aty. Kështu ka qenë rregull dhe praktik nëse zgaboj edhe në komisionet mandatet e kaluara. Po të bëjmë edhe hartimin si me thënë, ta bëjmë kështu një listë të ligjeve të cilat ndonjëherë se duhet të jenë pjesë mbikëqyrjes tonë si komision, zbatimit të. Ka qenë një praktikë shumë e mirë që është nisë mandatin e kaluar, edhe na duhet me vazhdu me ligje të tjera që hynë kuptohet në kuadër të fushëve premtarisë tonë si komision për legjislacion. Kjo sa për fillim. Faleminderit. Atëherë duke qenë se unë që deri në ditën e betimit kam ushtruar funksionin e zëvendës Ministrit Drejtësisë, duke qenë se ka pas një dinamik shumë të madhe të punëve që lidhen me reformën drejtësi dhe me punët të cilat janë bërë atje, ekskluzivisht kam fjalën për paktën reformuese që lidhen me pakta 5 ligje, ndërkohë që janë edhe disa ligje të tjera që presin ndoshta një dinamik më të përshpejtuar. Pajtohem me kolegun Abrashi që ne kemi nevojë urgjente si komision me marrë një takim ndoshta me vetë ministrin sapo emëruar të drejtësisë dhe me stafin e saj përcjellës për me pasë ku mundemi me procedu sa më shpejt që është e mundur, sepse janë disa ligje të natyrës urgjente që lidhen nga deklarata e përbashkët e zotimit në mes ish ministrës Haxhiu dhe krerëve të institucioneve të pavarura, Këshillit Prokurorial, Këshillit Gjyqësor, Gjykatës Supreme dhe vetë Këshillit Prokurorial, por edhe Kryeprokurorit të Shtetit. Janë 2-3 ligje të tjera të cilat ne ndërkohë që mund t'i shqyrtojmë dhe më pas edhe aprovojmë, kështu që neve na duhet sa më parë e një konsultim me Ministrinë e Drejtësisë me barën e së cilës do të kemi punë më shumëti përveç të tjera. Faleminderit. Gjeshmëledja e parë, natyrisht, dhe pas konstituimit është diskutimi dhe miratimi I fushëveprimit ose zyrtarisë së komisionit. Në fazën e fushëveprimit, do kemi të qartë, në fushëveprimin në kupton ajo korniza e autorizimeve që I ka komisioni, qoftë me rregullore, qoftë në mënyrë të tërtartë me ligje të saktuara, që në kupton fushën në të cilën angazhohemi ne, deri ku shtrihet roli dhe funksioni I Komisionit për Legjislacion. Në këtë pikë nuk mendoj që ka nevojë për takime me palë tjera dhe palë jashtme. Nuk na determinon askush tjetër, domethënë as nuk e ndikon, as nuk mund të sugjeroj, as nuk mund ta plotësoj. Ne jemi ata që përcaktojmë, në fund fundit që vërtetë nuk jemi as ne, sepse kjo është në masë të madhe e kornizuar. Nuk mund ta zgjerojmë kufirin le të themi të fushës premtarisë. Sa I përket planit punës, se këtu po më duket domethënë që ka një lloj kontributi të deputetëve, po plani punës pastaj është një dokument I komisionit që miraton e aty pastaj diktohet gatishmëria e komisionit për angazhim. Aty mund ta zgjerojmë le të themi hapësirën e aktiviteteve brenda një sesioni, respektivisht brenda një viti, se çfarë do të bëjmë, çfarë duam të bëjmë. Domethënë kemi disa funksione që janë të domosdoshme, mund ta zgjerojmë me aktivitete tjera, qoftë vizita në institucione të saktuara, qoftë monitorime të ligjeve tashmë në fuqi në kuptimin e zbatimit e të vështirësive, qoftë
në funksion të mbikëqyrjes së institucioneve përkohëse që i raportojnë komisionit për të njohur me sfidat edhe me nevojat e tyre. Po plani i punës duhet jetë dokumenti i radhës që e shqyrtojmë si komision, e megjithatë varet ose ndikohet nga plani legislativ i qeverisë, sepse qeveria duhet ta miratojë nga mbledhjet e ardhshme planin legislativ dhe njofton kuvendin se çfarë planifikimi ka bërë, se çfarë projektligje planifikon të sjellë në kuvend gjatë një sesioni përkatës, dhe në përputhje me planin legislativ, secili komision pastaj e zbërthon planin legislativ me projektligje që bie në fushëveprimtarinë e komisionit përkatës. E aty mund të shtojmë aktivitete që duam të realizojmë gjatë kësaj periudhe, përfshirë natyrisht edhe takimet me ministrin e drejtësisë në rastin konkret, para miratimit të planit ose në funksion të miratimit të planit. Sa i përket fushëveprimtarisë, nuk mendoj që ka nevojë për takime të jashtme. Thjesht është ajo korniza e përgjegjësive, të kompetencave, aty është çështja jonë. Faleminderit shumë gjithëve. Edhe më pajtohem që na me pas një diskutim me Ministrinë e Drejtësisë për planin e punës, me ato që ta zoti Qerolli, por për fushëveprimin nuk kisha thonë me miratusët, ashtu që shpjegoi Adnoni, dhe na me prit miratimin e planit legislativ, mas kësaj me ftu ministren, me diskutu, e di që janë disa ligje që kanë kaluar në gjykatë shtetësuese, të cilat do të marrë këtu për mu hjek në enet përkatëse që janë kontestuar kështu me radhë. Edhe masandej na me miratu planin e punës. Këtë që për sot nuk kisha thonë me kalu fushëveprimin, mbledhjen e ardhshme na mund ta thirrim për çështjet të planit të punës vetëm pasi qeveria e miraton agjendën legislative, se përndryshe kemi problem me reflektu në plan tonin të punës pa ditë cila është agjenda legislative që e përcakton qeveria. Besnik mirë se erdhe. Apo, vlerim a do është të plan? Jo. Shuzona me apo, me drejtimin e tjetër me emra, do të shkeni praktikë kemi deputet ma. Na që jemi ma të vjetër me emra. Ta të vetë në njëri tjetër. Po keni shef në këtu. Zotit Ajri. Unë e zotit Tahiri drejton rastin. Oh, ku i Adnan, bre. Ej, me det. Unë nuk e te kaloj dot këtë rambullë. Kemi ajo me të. Ama gjithmonë do të pasi gjë parasysh për besnikun, se besniku është edhe shef grupi parlamentar. Po. Ai jemi antar komisioni kryetar dhe inspektor të zgjuar punë dhe shef. Arta na broshi forë, zoti dhujt Lujti. Po e doj mendimin e njëjtë me Adnanin, me këtë rast me zotin Rustimi. Për shkak se qartësisht kompetencat i kemi të ndara qeveria dhe kuvendi, ne mbikëqyrim monitorojmë punën e Ministrisë së Drejtësisë dhe në këtë rast pa votim, pa sjellje të planit legislativ të programit legislativ të qeverisë, nuk kemi pse të aftojmë ministren. Praktika që në të kalunën që sa po është votu programi legislativ, e kemi ftu edhe ministren e drejtësisë për me pa vizionin e saj, cilat kanë me qenë prioritetet e Ministrisë së Drejtësisë në këtë mandat qeverisës, dhe aty unë mendoj që edhe ne bashkarisht pastaj mund të parashtrojmë pyetjet tona dhe kemi mundësi që të diskutojmë për programin qeverisë dhe vizionin tonë, po ashtu e ndaj mendimin që plani komisionit jetë në përputhje me atë që tha deputeti Abrashi. Që të jemi bashkë për të pa, në të kalunën kemi bërë përpjekje mos me qenë shumë voluminoz, sepse është përmbush gjatë agjendës tonë legislative, ka mundësi që pikat të reja të vendosen këtë plan dhe të shihet që zbatueshmëria të jetë në përputhje me atë që e votojmë komision. Edhe njëherë suksese për gjithë. Faleminderit, Blerta. Atëre, me sa shoh kemi një dakordim për çështjen e planit punës, kështu që e lëm masit bëhet agjenda legislative, në thras të mbledhje dhe bëjmë edhe atë që tha zoti Qerolli, thrasim ministren e drejtësisë, e bëjmë një takim, pasandej e bëjmë planin e punës. Besnik, po. Faleminderit shumë, i dashur kryetar, urime e tyra re, koleg, gjithëve urime, ngushëllime ty Adnan, që e dalë tash kënej. Kërësëm ke thoni dashur. Ja, kras ne, vje keqë se kemë mërtën Selmonin këto me vete, se një 4 vjetë ka qenë
kem qenë bashkë, kem kalu bukur kryetare, kem pas qëndrimet tona, kundërshtimet tona, gjithmonë në komision për çka kemi mendu që dallojmë, por në kosështoj kur shumica e ka mbrojt pozicionin e qeverisë, po kemi patumarrit me ardhë në një pikë që për çështjet që duhet mu dakordu, që të mira për vendin, mos me po pozicionet e ndara. Unë këtu tek plani i punës, unë menoj kështu. Komisioni përveç që i këshyr planin e punës qeverisë, edhe që kena me bo një farë skrutinit krejt ligjeve që i vim për qeverisë, unë menoj që do të me konë proaktiv edhe për do ligje që mujnë me qenë interes tonë. Por një dy iniciativa po mbien mend që ashtë. Një lidhet me kodin e sjelljes të kuvendit. Na s'ke mujt me bo, e bënëm dhe në fund, po e deni qysh na që në ndodhja. Nuk është atëre kem qenë kryesisht ndihmuar për NDA-it, ta shumë mirë me marrë vetë si iniciativë, me bo me këqyr ku kem përsha këtë shkallën, këtë pjesën e dy që se lam pjesën e ankimimit, që ajo paka shumë ke argumenti kryesor që na zoj. E dyta, mendoj që na do të me pas guxim me diskutu ligjin për deputet. Që është tu për shembull jem për herë 20 është kjo blerta deputete, Artonin asëm atëherë, kë blerimin një herë, dhe Vigonin një herë, unë e Adnoni jem ka 2 herë, jeta. Ka shumë njerëz të cilët nuk janë deputet, kanë qenë deputet, na menoj që duhet me marrë si komision. Me diskutu, me marrë opozita me udhëheq. Po nevoj, po me ullë për shalën, po mbjenë mend që kjo ligj që është ligj për neve, që është ligj që rregullon, që na kornizon. Këto dy iniciativa kësha pas qef me nisë, po edhe tjera, do të që janë me interes, po qëto dyja ti kësha nisë. Unë për deputet, hesh më zjavnin, unë e nisë. Po mënej e shtyjmë për para, se kretë për na e këthej neve, jo po dojnë ta me rregullu vetin, nuk është për me rregullu vetin. Po që unë e mu mra me konë një vjetë, i jashtë parlamentit. Çka bën njëri dëmon deputetit nesërmen që i nalën këtë, çka bën? Po e diskutojmë në një moment tjetër, po isha i kun këshyr pak numrat, as nuk është shumë, s'ka shumë njerëz jashtë. Kriteret janë shumë të mira, kështu që mujnë me bëhe statë. Po, që ty po menoj. Faleminderit Besnik. Pajtuam që krejt këto me i përshin pjesë të planit të punës, kështu që mbetemi me pru qëshim marrëm qëndrimet të gjithve për çështjen e planit të punës. Nëse nuk ka dikush tjetër për çështjen e fushëveprimit, unë e kisha qitë në votim formal për miratim. Atëherë kush është pro këtij fushëveprimi që është propozuar në dokument. Faleminderit shumë. A është dikush kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, atër konsiderohet që edhe fushëveprimi i komisionit është miratuar.